Ministri i Punëve të Jashtme të Gjermanisë, Johan Wadephul, ka surprizuar ndjekësit me një rrëfim të papritur, duke thënë se është fansi i këngëtares shqiptare me famë botërore, Dua Lipa. Në një video të xhiruar brenda avionit qeveritar gjerman, pas kthimit nga vizita e tij në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, Wadephul shfaqi telefonin e tij dhe tregoi se në playlistën personale dëgjon albumin Radical Optimism të këngëtares shqiptare. Ministri shtoi edhe një detaj personal. Kam pasur një bilet për të shkuar me vajzën time më të vogël në koncertin e Dua Lipës, por pastaj u bëra ministër i jashtëm, u shpreh ai me humor. Industria muzikore në Mbretërinë e Bashkuar regjistroi vitin e kaluar një ndikim ekonomik prej rreth 8 miliard poundësh, me Dua Lipën si një nga kontribueset kryesore. Albumi i saj i fundit Radical Optimism debutoi në vendin e parë dhe u shoqërua me një tur global që shtyu të ardhura nga eksporti muzikor për Britaninë e Madhe deri në 4.8 miliard pound. Krah efektit Dua Lipa arritje si kontribuan edhe Taylor Swift, Liam Gallagher, Take That, Bruce Springsteen dhe Charlie XCX. Nga totali të ardhurave 1.49 miliard pound vijnë nga shitjet dhe streaming, duke mbajtur në këmbë një industri ku punojnë rreth 220.000 persona. Raporti UK Music paralajmëron se rritja po ngadalsohet pas bumit post-pandemik dhe kërkon masa për të përballuar kostot e larta të turneve dhe sfidat e epokës së streaming, ndërkohë Dua Lipa vazhdon turin në Amerikën e Jugut dhe u pa së fundmi në Buenos Aires ku ndoqi ndeshjen River Plate Boca Juniors së bashku me familjen e saj.